Dhe për këtë shkak Allahu i lartësuar e ka bërë këtë fe, e ka përkryer në çdo aspekt dhe e ka garantuar se do ta mbrojë atë. E ka garantuar Allahu subhanahu wa taala se do ta mbrojë të vërtetën, se do ta mbrojë Kur'anin nga ndryshimi. Thot Allahu i lartësuar: "El-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Allahu i lartësuar thot: "Sot e përsosa për ju fen tuaj dhe e përmbusha dhuntin time ndaj jush dhe jam i kënaqur që Islami të jetë fe e juaja." Transmetohet se njëri prej jehudive i ka thënë njërit prej sahabëve shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i ka thënë: "Ju e keni një ajet në librin tuaj i cili sikur të na zbriste neve, ne do ta merrnim atë ditë si ditë feste." Atëherë ky sahabi thot: "Vallahi unë e di se ku ka zbritur, në çfarë vendi ka zbritur dhe çka është shkaku i zbritjes kësaj, dhe më të vërtetë ajo ditë në cilën ka zbritur ky ajet ka qenë ditë feste për muslimanët, gjithsesi në haxhin lam tumirës."